Drama e sotme na flet për Rahabin, prostitutën që i besoi Perëndis. Rahabi i rrëfeu besimin e saj se Perëndia ishte me ta dhe me popullin e Izraelit. Ajo kishte dëgjuar për mbrojtjen e Perëndis për ta në të kaluarën dhe kërkoi që ata ta kursenin familjen e saj kur të ktheheshin për të pushtuar Jerikon. Spionët pranuan. Kur u larguan, Rahabi u uli ata me një litar nga dritarja. Spionët i thanë asaj që të mblidhte familjen në shtëpinë e saj dhe të lidhte një litar të kuq në dritare, që ata ta shihnin kur të ktheheshin për të sulmuar qytetin. Rahabi bëri siç e udhëzuan dhe Jozue, drejtuesi i Izraelit, dha urdhër për mbrojtjen e familjes së saj. Pasi Izraeli e pushtoi Jerikon, Rahabi dhe të afërmit e saj jetuan midis izraelitëve. Në fund ajo u martua me një hebrej që quhej Salmon dhe lindi Boazin, një paraardhës i Jezusit, Mesia së premtuar. Na ndiqni ndërsa Rahabi tregon historinë e saj, se si ajo i besoi Perëndis dhe mori çlirim dhe pranim.